Kryetari i Lëvizjes së Vetëvendosje, njëherë kryeministër në detyrë i Kosovës Albin Kurti ka shkruar një letër kreut të Lidhjes Demokratike të Kosovës, përmes së cilës e ka ftuar për marrëveshje politike mes dy partive. Kurti ka ftuar Lumir Abdigjikun që Lëvizja Vetëvendosje dhe LDK-ja të bëjnë koalicion qeverisës, i cili do t'i hapte rrugën zhbllokimit të kuvendit të Kosovës dhe formimit të qeverisë së re të Kosovës. Letra e cila u publikua ditën e djeshme është bërë publike pas dështimit të përpjekjes 11 për konstituimin e kuvendit. Disa orë pas dërgimit të letrës nga Kurti, Abdigjiku ka thënë se partia e tij do t'i përgjigjet asaj zyrtarisht. Duke folur para gazetarëve, ai ka thënë se letrën nuk e ka parë ende, por se do të kthej përgjigje me kohë. Ai ka kërkuar anëtarëve të partisë së tij që gjendjen e tanishme ta trajtojnë pa arrogancë. Letra e Kurtit për Abdigjikun thekson se është i interesuar dhe i vullnetshëm për marrëveshje politike me LDK-n. Kurti i ka thënë Abdigjikut se koalicionet bëhen pikërisht ndërmjet atyre që kanë dallime, teksa ka shkruar se ka bindjen që votuesit e Lidhjes Demokratike të Kosovës sot e preferojnë më së shumti koalicionin me Lëvizjen Vetëvendosje. Edhe votuesit e Lëvizjes Vetëvendosje preferojnë po ashtu më së shumti koalicion me LDK-n. Pse të mos e bëjmë, shprehur Kurti në letrën drejtuar Abdigjikut. Kreu i Lëvizjes Vetëvendosje nuk e ka përjashtuar as gatishmërinë e partisë së tij për shkuarjen në zgjedhje të reja, por ka thënë se edhe ato do të çonin drejt një koalicioni mes Lëvizjes Vetëvendosje dhe LDK-s. Pse të bëjmë atëherë më vonë kur mund ta bëjmë tani? Ka pyetur Kurti Abdigjikun. Sociologu dhe analisti politik nga Prishtinë, Artan Muaxhiri, tha në një intervistë për Radion Europa e Lirë se mënyra e formulimit të letrës së kreut të Lëvizjes Vetëvendosje drejtuar Lidhjes Demokratike të Kosovës është jashtëzakonisht dinake. Sipas tij, kjo letër është më shumë një veprim formal me synim për të përmirësuar imazhin bashkëpunues në opinionin publik, sesa ka një peshë reale dhe konkrete. Të hënën, për të 11 herë me radhë, deputetët e Kuvendit të Kosovës dështuan të konstituojnë përbërjen e 9 parlamentare të dalë nga zgjedhjet e shkurtit. Liq bërësit refuzuan për të tretën herë rresht që të formojë një komision për votimin e fshehtë për kreun e ri të organit ligjvënës. Në vazhdimin e seancës konstituitive të hënën, Partia Demokratike e Kosovës, Lidhja Demokratike e Kosovës, Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Lista Serbe refuzuan sërish që të propozojnë një përfaqësues që do të siguronte mbarvajtjen e votimit të fshehtë. Seanca do të vazhdojë të mërkurën në orën 10. Deputet të partive që në legjislaturën e kaluar ishin në opozit thonë se është jo kushtetuese mënyra se si vetëvendosje, po tenton që kryeparlamentari të votohet përmes formës së fshehtë. Kreu i AK-s, Ramush Haradinaj, ka paralajmëruar se deputetët mund t'i drejtojnë gjykatës kushtetuese. Deri më tani, deputetët kanë kaluar vetëm 2 pika të agjendës së seancës konstituitive: raportin e komisionit të përkohshëm për verifikimin e mandateve dhe atë të betimit të deputetëve. Por procesi ka ngecur tek pika e 3, zgjedhja e kryeparlamentarit. Propozimi për kryeparlamentar është drejtuar dhe drejt ekskluzive e fituesit të zgjedhjeve Lëvizjes Vetëvendosje, por në 6 votime kandidatja e saj, Albulena Axhiu, nuk ka arritur t'i marrë votat e nevojshme, përkatësisht 61. Partia që po kundërshton emrin e Axhiut për kryeparlamentare i ka kërkuar Lëvizjes Vetëvendosje të ndryshojë propozimin për postin në mënyrë që procesi të zhbllokohet.